Ministre. Përshëndetje ndërvar. Përshëndetje, faleminderit. Gjithashtu kemi edhe Dorea Timere. Përshëndetje Dorea. Përshëndetje. Pamë dje një proces zgjedhor, u përmbëll faktikisht procesi zgjedhor sa i përket zgjedhjeve lokale, ishte raundi i dytë. Çka treguan këto rezultate duke pas parasysh faktikisht edhe tash kryetaret e rinj që i kemi në këto 18 komuna? Po kushtim fillimisht një proces i rregullt edhe i qetë zgjedhor, është për të inkurajuar të gjithë ata që humbën garën, ndoshta për faktin që kanë qenë goxha korrekt në raport nëse krahasojmë gjuhën në sa i përket zgjedhjeve qendrore dhe zgjedhjeve lokale. Ky model i zgjedhjeve lokale është tjetër nivel, sa i përket gjuhës, qetësisë edhe faktit që të gjithë kundërkandidatët, edhe ata që kanë humbur garën, domethënë kanë uruar kryetarët e zgjedhur, kryetarëve të rinj. Pa diskutim që urime edhe suksese në përmbushjen e programeve tyre. E konsideroj që në shumicën e komunave kanë qenë të pritura disa fitore, por megjithatë në komuna tjera bashkëpunimet e shumta që janë krijuar për gjatë kohës kanë nxjerrur disa kryetarë që e kemi konsideruar ndoshta që gjasat i kanë pak më të vogla, po për tek kësaj të gjitha këto bashkëpunime janë legjitime dhe balotazhi prandaj është që dikush të bashkëpunojë me dikë dhe të sigurojë fitoren. Garat më interesante, kisha me thonë, për gjitha komunave kanë qenë pa diskutim Prishtina si kryeqytet, edhe Mitrovica për këtë zhurmën e madhe që është krijuar. Një garë jashtëzakonisht e mirë edhe në Mitrovica dhe në Prishtinë. Kishte ndonjë befasi në rezultat në këto dy komuna? Po, realisht, ta them të drejtën, po, për shkak shumë ankesave sa i përket qeverisës në Prishtinë, ndoshta edhe jo kënaqëmërisë aq të madhe, ne kemi parë për gjatë fushatës ankesa të shumta drejtuar kryetarit aktual, dhe pastaj kemi pa një kthim të shumicës e kundërkandidatëve tek zoti Rama për një bashkëpunim të radhës. Për shembull, PDK ka qenë goxha kritike, madje performanca e zotit Ismaili nga PDK-ja ka qenë goxha e rëndësishme dhe goxha sfiduese edhe për kryetarin aktual. Madje shumë prej nesh kemi parashikuar një balotazh me zotit Ismaili dhe zotit Çeku nga Lëvizja Vetëvendosje. Por befasia ishte që konsideron befasi fitoren e kryetarit aktual? Po, realisht po, për shkak edhe e konsideroj që fitore pa diskutim që është, ta gëzoj kryetari i ri, mandatin e ri, por e konsideroj që kjo fitore është arritur me mbështetje shumë të madhe prej Partisë Demokratike të Kosovës. E kisha konsideruar si një aksionar shumë të madh të kësaj fitore Partinë Demokratike të Kosovës, pastaj edhe AK-n, AKR-n dhe subjekte tjera që kanë qenë pjesë e koalicionit të gjerë në Prishtinë. Ndërsa zoti Tahiri, pavarësisht mbështetjes nga shumë parti politike atje, është sfiduar goxha shumë, sepse zoti Peci atje ka pasur pak mbështetje. Kjo ka ardhur për faktin që shumë media edhe shumë tabore të ndryshme e shndruan këtë garë më shumë se garës lokale në një garë në mes nivelit lokal dhe nivelit qendror, si ballafaqimi dy koncepteve për Mitrovicën, edhe pa diskutim pastaj që Zotërin Meri, cilat llogaritë të partive politike dalën në bazë të këtij rezultati që kemi deri tani dhe cilat parti ndoshta nuk ishin të sakta në llogaritë të tyre? Kurse hajde të bëjmë një pyetje tjetër. Këtë që bëni ju vetëm në kuptimin se kush ku arriti. Të gjitha partitë ashtu në këtë kuptim që ju e ngritin si çështje, këtë partitë politike kanë të drejtë që të gëzohen për arritjet e tyre në këtë zgjedhje. Nisim nga Lëvizja Vetëvendosje, si partia më e madhe në vend, po flas në nivelin qendror. Ajo i ka 7 komuna nga 4 sa kishte para 4 vitesh. Në kuptimin matematikur, ajo është rritur për 75%, pra është gati dyfishuar në numrin e komunave. Partia Demokratike e Kosovës në anën tjetër ka më së shumti asamblesë, nëse nuk gabohem në nivel vendi. Lidhja Demokratike e Kosovës e ka ruajtur kryeqytetin. Alianca për Armërinë e Kosovës nuk ka humbur në komuna që ka qeverisur deri më sot. Nisma ruajti bastionin e vet, aty ku kishte edhe garën, se ta themi për kryetar komune, më së shumti në raport me secilin komunë tjetër. Lista serbe në anën tjetër i ruajti të gjitha komunat që kishte qeverisur deri sot. Dhe nëse shohim nga ky plan, unë konsideroj që secila parti politike në mënyrën se si do ta prezantoj rezultatin, do ta prezantoj konform këtyre, ta themi, arritjeve, të cilat natyrisht deri diku janë të sakta, por duhet të interpretohen edhe më thellë.
nga 7 qendrat kryesore të Kosovës, 3 partitë më të mëdha në vendi kanë nga 2 komuna. Lëvizja Vetëvendosje qeverisë me Mitrovicën dhe pastaj nëse nuk gabohem edhe me Gjilanin, po, Lidhja Demokratike e Kosovës që ka kryeqytetin dhe Pejën, në ndërkohë Partia Demokratike ka Ferizajin dhe Prizrenin, ndërkaq Alianca për Armërinë e Kosovës mjaftohet me Gjakovën. Pra, nga 1 deri në 7 qendrat kryesore të Kosovës, e kemi pas një shpërndarje do të thoya të barabartë të komunave. Dikush pastaj e shpreh këtë edhe në numër të banorëve të atjeshëm, por në konsideroj që kjo përveç është e gabuar, mund të konsiderohet edhe tendencioze, sepse numri i banorëve nuk konsiderohet, ta themi, njësia mace e kësaj, do të thoya kësaj kombinatorike, sepse fillimisht jo çdo qytetar ka drejt vote, çështja e parë, çështja e dytë është edhe ata që kanë drejt vote mendojnë ndryshe, sepse asnjë komunë në Kosovë s'ka fituar 100%. Ka pas edhe përjashtime, edhe e dim që secila komunë prej këtyre në pjesën më të madhe heq Ferizajin, të gjitha komunat e tjera kanë qenë në balotazh, që në kupton se gara është arritur deri në nivelin e një betejë shumë të afërt numerike dhe për ta përmbledhur, partitë politike pak a shumë janë në objektivat e tyre, do të thoya, sepse gara ka qenë për këto objektiva. Gara në Mitrovicë, që tha dhe Fatime me të drejtë, mori në konotacion tjetër. Së fundmi pastaj Partia Demokratike e Kosovës u gjen mes 2 zgjedhjeve, ta përkrahte shumë Arjanin atje, ose ta lënte të lirë në garën që ta bëj ai vet. Çfarë konotacioni mori faktikisht? Nëse thoni që ka marrë konotacion tjetër, çfarë konotacioni e mori dhe ku ishte ajo kthesa që ky konotacion faktikisht ndroi? Po, unë konsideroj që u bë një garë që për disa elemente sikur kanë dëmtuar në bindjen time kandidatin e Partisë Demokratike. Unë konsideroj që gara do të ishte më lehtë për ta nëse do të mbetej vetëm në nivel lokal. Unë besoj që përfshirja e nivelit qendror, përkatësisht përdorimi që është bërë disa herë Arjanit si mjet për ta goditur nivelin qendror, unë konsideroj që është një llogaritje e gabuar, sepse kjo domosdoshmërisht e inkurajon pastaj nivelin qendror që të angazhohet në garë për nivelin lokal. A dëmtoi kjo çështje e PDK-s? Jo, nuk ka qenë kjo çështje e PDK-s. Kjo ka qenë konsideruar një çështje e të tjerëve që kanë dashur ta përdorin PDK-n, në rastin tonë ta përdorin si instrument, konsideroj zoti Tahirin për ta prezantuar një narrativ tjetër që kryesisht bëj kundrejt Kurtit. Edhe kjo ishte fakti që zoti Kurti u angazhua personalisht atje, ishte se për të ruajtur narrativin e tij. Apo jo. Dhe kjo pastaj ishte garë e pabarabartë në bindjen time, sepse pastaj një arsenal i tërë u lshua dhe u prodhua një rezultat tjetër. Dhe kjo unë besoj që ishte dëmshme për PDK-n. Dhe pastaj PDK-ja u gjet në një situatë tjetër. Ajo nuk ta mbështeste Arjanin me këtë arsenalin e saj, do të nënkuptonte se po hynte edhe një betejë tjetër edhe ajo. Dhe ata mendojnë që vepruan zgjuarësisht, paçka se veprimi ose mos veprimi i tyre do të prodhonte po të njëjtin rezultat. Ndoshta veprimi i tyre, përkatësisht angazhimi drejt për drejt i kryetarit dhe kryesisë në Mitrovicë, do ta dëmtonte edhe më shumë pastaj Arjanin, sepse kjo fitore duhet që kjo fitore për mua është fitore për Arjanin, sepse fillimisht e vendos një djalë të ri. Unë kam pas shok të gjeneratës në studimet themelore, ndoshta ka qenë, kemi qenë pak a shumë në të njëjtën gjenerat. Kushtet kemi qenë më të ri pak. Jo pak më të ri, nëse më gabon. Jo, për të thënë se është vjen një shprehje në gjeneratë e re. Është gjeneratë e re dhe kjo është shumë e rëndësishme. Partia Demokratike e Kosovës përmes tij duhet filloj një frymë të re e transformimit rrënjësor të partisë, sepse kemi pasur një rast tjetër, nëse më lejohet, për shembull është kthyer në garë në zoti Bashota në Klin, është kthyer në garë zoti Buja në Lipian, pastaj është përjashtuar nga gara për të njëjtat kritere, do të thoya, kise për reformë, zoti Ladrovci nga Drenasi, dhe kur i shohim këtu, konsideroj që kanë qenë disa lexime jo fort strategjike nga kjo parti. Po, faktikisht, zonë Hajdari, cila parti, nëse mund të themi në të përgjithshme, në bazë të rezultateve të këtyre zgjedhjeve, cila parti u forcua dhe cila parti u dëmtua ose u dobësua? E konsideroj që fituese, siç e tha edhe më herët Durajeti, absoluti nuk ka qenë një shpërndarje, por megjithatë, nëse marrim parasysh faktin që Lëvizja Vetëvendosje ruan 4 komuna që kishte dhe shton 3 të tjera, mund të merret si sukses. Pavarësisht që humb Prishtinën, që konsideroj që për secilin subjekt politik është jashtëzakonisht i rëndësishëm.
rëndësishëm. Ndërsa në këtë hije është edhe fitoren e AK-s në 5 komuna. Ne kemi pas një sfidë AK-s për të kaluar pragun zgjedhor, ndoshta në këto zgjedhje nacionale, u detyruar të bashkëpunoj edhe me nismën socialdemokrate. Ata kanë menduar ndoshta për të fuqizuar më shumë subjektin politik, po ne e pam që u kanë ndihmuar atë sa për të kaluar pragun zgjedhor në këto zgjedhje. E konsideroj që ruajtja e 5 komunave dhe qeverisja me 5 komuna me gjithatë është goxha e konsiderueshme për një subjekt politik të vogël si AK, e që me gjithatë ngjelet hala tek ajo partia rajonale me ato zonat e veta tradicionale që i ruan. Po ashtu u tha që edhe nisma socialdemokrate ruan bastionin e saj që është Mali Shiva. Pastaj PDK për shkak të një keq menaxhimi ndoshta me degën e Drenasit, por megjithatë merr 6 komuna, 7 komuna ka edhe LDK, po megjithatë humb 2 që do të thotë ka pas kurje, po. Ka pas të kurje. Po, ka një shpërndarje në nivelin lokal, për dallim prej niveli qendror që përruhet kjo distanca me gjithatë, do me thënë se në mes të parë dhe subjekteve tjera politike, a do të shërbej ky bashkëpunimi në blok në mes PDK-s, LDK-s, për nivelin qendror, për zgjedhjet tjera që na presin, mbetet të shihet, po unë e lexoj goxha si afërsi në kuadër të kësaj, për të shërbyer një bashkëpunimi të radhës, sepse ne kemi parë që LDK ka bërë një koalicion të hapur për Prizrenin në mbështetje të PDK-s, ndërsa kemi parë një kthim të favorit të PDK-s në Prishtinë. Jo detyrimisht ka qenë ky koalicion publik, si zakonisht PDK-ja preferon që koalicionin në Prishtinë të mbajë të heshtura. Unë konsideroj që edhe fiturja e zotit Ahmeti në Prishtinë për vetëvendosjen dikur ka qenë me mbështetjen e PDK-s. Pastaj edhe fiturja e parë e zotit Rama në mandatin e parë ka qenë po ashtu mbështetje e PDK-s, sepse ne dim kur 3 fuqi politike janë pothuajse aty, gjasat për të vendosur përfituesin gjithmonë janë. Kjo fitore e LDK-s në Prishtinë nuk ishte fitore e LDK-s, fitore, me thënë që ka rritë vetë LDK-ja. Absolutisht, as në mandatin e parë, as në të dytin, e konsideroj që gjithherë kërkohen mbështetja prej subjektit politik për ta vendosur të pari. A ka ndonjë kryetar komune që doli fitues në bazë të këtyre zgjedhjeve që arriti fitoren vetëm? Po, për shembull Obiliqi, i lëvizjes vetëvendosje, kandidati i lëvizjes vetëvendosje atje ka kandiduar i vetëm përballë një kryetarit aktual aty, një kryetari me fuqi politike goxha të rëndësishme, sepse ai ka fituar 3 mandate rend, edhe domethënë fuqia në formacione të ndryshme politike. Po, pastaj ka pas një bashkëpunim goxha të gjerë ai me subjekte tjera politike atje, madje kemi pas edhe tendenca për ta akuzuar njëtin për një bashkëpunim me qytetarët serb lokale aty, por megjithatë edhe kjo lejohet sepse ata janë qytetarë të Republikës Kosovës, qytetarë të Obiliqit, me të drejtë vote. Çdo bashkëpunim që sjell fitoren është i mirëseardhëm për subjektet politike, por megjithatë fitoria e një kandidati të ri kundrejt një kryetari tashmë të dëshmuar për 3 mandate radhazi, si vetëm është goxha domethënse ne kemi pas edhe komunën e Fushë Kosovës, ku LDK tradicionalisht e ka fituar të komunë për 25 vjet. E kemi pa një fitore të një kandidati që ka pas mbështetjen të vetëm një subjekti politik shqiptar, AK-s një subjekti vogël politik. Edhe në gjurmë, me 250 vota s'ka pas më shumë pastaj kemi pas një bashkëpunim edhe këtu në blok të gjerë që është LDK dhe PDK, por megjithatë ka ngadnyer një kryetar që s'ka pas shumë mbështetje. Janë këto komuna që bëjnë diferencë. Po drejt, faktikisht çfarë mesazhi përçuar për partitë politike në ato komuna që i humbën, siç është komuna për shembull e Obiliqit, komuna e Fushë Kosovës, të cilat i kishin në qeverisë për disa mandate, në këto zgjedhje i humbën këto komuna. Kushtremoni sikur me lexu mendin, unë shkruajta humbje që duhet analizohen në një pikën e diskutimit të tashëm. Shikoni, humbja në Obiliq dhe humbja në Fushë Kosovë, pastaj dështimi i koalicionit në V3, janë kthimi i LDK-s në margjina, domthonë gati në përbuzje në Mitrovic, pastaj po e njëjta situatë edhe në Prizren. Në bindjen time duhet të vlerësohen shumë mënyrë urgjente nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Nisim nga Mitrovica. Në Mitrovic LDK-ja ka qeverisur disa mandate. Në kohën kur i zoti Spahiu i tashmë ndjet në një figurë shumë e rëndësishme qeveriste në atë komunë. Tashmë në Mitrovic kjo parti politike nuk ka më shumë se 1500 vota në nivelin lokal. E kam penguar Xhafer Tahirin që të bashkëqeveriste me lëvizjen vetëvendosje në V3 dhe ky rezultat që është tash është ndër të tjera për shkak të ndarjes së votuesve në 2 kampe.
në një renon ata që i besonin zotit Xhafet Airit për të bashkëpunim, në njërin kamp dhe kampi tjetër ata që i besonin partisë dhe votonin lirshëm e votuan me gjas Ferit Idrisin, kryetarin aktual të tash edhe në ardhje të komunës së Vushtrrisë. Në Kastriat, përkatësisht Obilic, kur kryetaria i drejtanishëm ka dhënë ndërheqje nga të gjitha funksionet dhe subjekti politik duhet që të riorganizohet dhe me bindje të plotë dhe me përgjegjësi profesionale. Ky restrukturim do t'i kushtoj tetë shumë rënd kësaj partie në këtë dekë. Figura kyçe e kësaj partie në këtë komunë ka qenë zoti Gashi. Dhe largimi i tij, kështu i menjëhershëm, do të ketë pasojë të parikuperueshme për një periudhë afatgjatë, do të thoya, për këtë subjekt politik në këtë komunë. Ai ka qenë promotori i çdo zhvillimi të kësaj dege në këtë komunë dhe prandaj unë besoj që po çka bëri faktikisht sipas jush që këto figura themi që kanë qenë ndër figurat kryesore të një partie politike në këtë rast LDK-s nuk arritën që të mbajnë pozitat e tyre si kryetar komunash. Ka një arsye, është delistimimi politik. Nëse ti qëndron për 12 vjet qeverisje, është gjatë, pra është linjë një fëmijë dhe është gati për shkollën e mesme, kryetari është i njëjtë. Duhet të kuptohet, amerikanët prandaj kanë menduar më mirë se sa ne. Në demokracinë liberale gjëja fundamentale është mandati. Sa ki mandat dhe për sa kohë duhet të qëndrosh në pushtet. Një parti politike serioze duhet që përveç të qeverisë të përgatisë edhe strukturat të tjera. Partitë politike një nga funksionet kryesore kanë edhe funksionin shoqërizues apo jo, edhe transformues brezash. Nëse ti nuk prodhon një brez të ri politik, që do të jesh i gatshëm me marr projektin edhe të çonte përpara të njëjtën, atëherë ti kthen partinë në margjina. Kjo po ndodh. Që LDK-s i mungojnë figurat e reja, i mungon gjenerata e re? Po sepse kjo gjenerat që tash që po vjen në shprehje gradualisht, edhe ka pru partinë në 20 deputet në 17% në një parti politike që ka pas në rastin më të keq 45% të zgjedhjeve. Sepse ju e mbani mend zoti Rrugovën, pastaj dallimet e brendshme brenda strukturave të atëshme Sediu Daci, pastaj ardha e zotit Mustafës dhe mënyra e funksionimit të tij e kanë kurrur partinë deri në nivelin e, do të thoya, deri tek përbuzja në 10-15% të zgjedhësve. Edhe kjo pastaj në disa komuna po shoqërohet negativisht. Unë po të isha kryetari i partisë, menjëherë do të kisha thirrur një mbledhje urgjente të kryesisë për të diskutuar të rezultat. Mbajtja e Prishtinës është rezultat fantastik për LDK-n, sepse përmbys krejt rezultatet e kësaj në të gjitha komunat. Edhe kjo ka për shkak të një kombinimi shumë të gjerë, do të thoya, me partitë e tjera. Por kjo është tërësisht fere, është korrekte dhe bëhet për brenda lojës politike. Kërkush nuk i ka faj lëvizjes vetëvendose që i qet disa parakushte, do të thoya, parimore për të bërë koalicion. Sot komuna e Prishtinës do të qeveriset edhe 4 vite të ardhshme nga LDK-ja. Dhe askush nuk i garanton lëvizjes vetëvendose që do të fitojë komunën pas 4 vitesh të tjera. Çfarë do të thotë me këtë? Unë besoj që në politikë gjëja më fundamentale është marrja e pushtetit. Natyrisht jo me çdo formë për të kushtuar pastaj në formën e qeverisë së kështu me radhë. Por pragmatizmi politik për mua është fundamental, sidomos në zgjedhjet lokale. Një shpjegim tjetër është edhe për lëvizjen vetëvendose për disa komuna të tjera. Unë besoj që lëvizja vetëvendose ka fituar disa komuna të tjera për shkak se të njëjtit janë dëshmuar të efektshëm në disa profile. Pra nuk fituat më për çështje parimesh fundamentale, në kuptimin e bazës ideologjike ose për shkak të figurës së ekonomisë së Kurti. Kush ka fituar në Kosovë nga ky subjekt politik janë dëshmuar në një segment të caktuar që lidhet me mirëqenien e njerëzve. Dhe lëvizja vetëvendose duhet ta lexojë me të drejtë këtë çështje. Kryetarët aktual u rikonfirmuan sepse u dëshmuan në qeverisi. Pra, unë çfarë them për lëvizjen vetëvendose? Kryetarët e ri, cila ishin elementet që bënë që këta kryetarë të ri faktikisht i fitojnë këto komuna, siç është rasti në Obilic, rasti në Fushë Kosovë, u dëshmuan që këta ishin opsioni më i mirë apo ata të cilët ishin nuk detën që të mbajnë pushtetin. Këtu të dyat nuk e përjashtojnë njëri tjetrin, por ka edhe një opsion të tretë. Zoti Peci ka qenë ministri i bujqësisë dhe njerëzit e kanë pa në qeverisje. Pastaj nëse nuk gabohem prebreza poshtë ka qenë në qeverisje një dikaster dhe njerëzit e kanë patën në qeverisje. Këtu mund të ketë diskutime për dhe kundër, pastaj për shumë çështje të tjera të cilat janë diskutuar gjatë në këtë studio. Në disa kanë edhe premisa të prokurorisë, por nuk e vendosin në diskutim të njëjtën, sepse e vendos po më e bën të tërkush këtë detyrë. Por e rëndësishme është në këtë diskutim që po vojmë tash kushtrim se ne kemi një rezultat që është, do të thoya, pozitiv për lëvizjen vetëvendose. Ku humbën atje? Ku humbën? Humbën në disa komuna në të cilën e dërguan kandidatët vetëm sa për me kry garë. Për mua është gabim që të vendosin kandidatët 2 muaj përpara mbajtjes së zgjedhjeve.
nëse çdo parti politike serioze sot duhet të marrë rezultatet, ku do të certifikohen ato dhe duhet të bëjë diskutime të thella përmbajtësore. Por të thënë se cili duhet të jetë modeli i jashtëm i këtyre kandidatëve për në zgjedhjet e jashtme. Dhe në veçanti në komunat në të cilën udhëheq Aleanca për Armërinë e Kosovës, në Ravec, në Gjakov, deri diku edhe në Suharik, sepse në bindjen time, nëse Aleanca për Armërinë e Kosovës nuk i reformon strukturat e tyre lokale, këta kandidat që janë aktualisht kryetar, edhe nëse do të jenë potencialisht kandidat për zgjedhjet e jashtme, do të kandidojnë për mandatin e 4. Dhe çfarë do të thotë për mandatin e 4? Do të thotë një fëmijë lind dhe kryen shkollën fillore të mesme dhe bëhet gati për fakultet, kryetari është i njëjtë. Dhe kjo është e rrezikshme për atë subjekt politik. Aleanca duhet të analizojë si shqetësim këtë rezultat që është arritur tash. Analizuam në të përgjithshmen faktikisht lëvizjen vetëvendose, LDK-n, AK-n, kemi edhe PDK-n. PDK-ja nga rezultati i ditës së djeshme arriti që të fitoj të ri komuna, është Prizreni, Vushtrria dhe Kaçaniku, e që i bie që i ruajti faktikisht komunat. Çfarë mesazhi u dha nga votuesit për PDK-n? Marr parasysh faktin rëndësinë që ka Prizreni si komunë e madhe, konsideroj që kjo shpërndarja e fitoreve askush nuk mund të thotë tani që është fituese absolute, tam ka qenë shpërndarje për qytetarëve goxha e barabartë, do rajetet zakonisht që shpërndarja në nivel lokal për qytetarëve është një farë balanci që qytetarët do me përcjell tek të gjitha subjektet politike, edhe që mbështet kandidatura që ata konsiderojnë që janë më përshtatshme për qytetin e tyre, sepse niveli lokale dhe niveli qendror dallojnë për shumë arsye, për shkak të specifika, për shkak të rëndësisë që kanë në jetën e përditshme të qytetarëve. Ruajtja e 6 komunave për PDK-n, megjithatë tregon një rezultat të mirë në këto zgjedhje lokale, pavarësisht që edhe PDK ka pasur mundësi të ketë 7 komuna, por e konsideroj për shkak të keq menaxhimit të brendshëm të subjektit politik ka ndodhur një shkputje ndoshta në komunikim me Drenasin dhe pastaj ndodhi ajo çfarë ndodhi. Por megjithatë edhe 6 komuna, duke përfshirë një komunë të madhe siç është Prizreni, nuk është rezultat jo i kënaqshëm për një subjekt politik. A mendoj që ky bashkëpunimi në Prishtinë ka bërë favor PDK-s? Nuk e di, sepse megjithatë janë edhe ngarë me njëra tjetrën. Tashmë PDK për shkak të numrit të komunave renditet si parti e dytë nëse merret në nivelin lokal. Te kalon PDK-n, domethënë, nuk e di a do të reflektoj kjo edhe në nivelin qendror, por e konsideroj që ka goxha rëndësi sa i përket performancës në zgjedhje lokale. Po, zotëri Meri, ky rezultat i zgjedhjeve lokale, po ndërlidhe me zonën Hajdari, si mund të reflektoj faktikisht se nëse do të kemi zgjedhje të jashtëzakonshme parlamentare, sepse e dime që partitë politike vetëm se kanë filluar që të bëjnë edhe llogaritë e tyre për këto zgjedhje potencialisht që mund të bëhen. Unë besoj që janë 2 tablot të ndryshme. Këto zgjedhje nuk mund të jenë njësi matëse për nivelin qendror. Absolutisht. Çka është matëse, është se duhet ndryshim. Pra kjo është vetmja gjë e përbashkët. Nuk qytetarët e Republikës Kosovës kanë një vetdije të qartë politike. Dhe garën e shohin në mes të profileve. Profilet e caktuara brenda komunave, të cilat kanë pasur pranishmëri më të madhe, kanë prodhuar rezultat më të madh, rezultat më pozitiv. Prandaj thash më herët që duhet fillohet opozitarizmi nga dita e tanishme për të konsoliduar si figura në nivelin lokal. Kjo është edhe për nivelin qendror. Niveli qendror është garë mes profileve të liderëve politik. Pra kush është kandidat për kryeministër, ai ka përkrahje më shumë se më pak, varësisht nga profili i tij. Të pak janë ata në Republikën e Kosovës qytetarë që votojnë për shkak të një plan programi. Absolutisht, votojnë për shkak të profilit politik të liderit që i prin atij projekti. Dhe prandaj në nivelin qendror gjithmonë e kanë favorizuar lëvizjen vetëvendosje, sekondë nuk e kanë favorizuar në nivelin lokal. Apo jo, sepse kanë qenë profilet e kandidatëve të dëshmuar në një sektor të caktuar që kanë fituar ose jo përkrahjen e qytetarëve. Prandaj konsideroj që niveli lokal nuk mund të merret si njësi matëse për çfarë mesazhi politik po jap për nivelin qendror. Kjo është dëshmuar në 2021, ku lëvizja vetëvendosje fitoi në mënyrë plebiscitare mbi 50% të votave, nëse s'gaboj, dhe në ndërkohë vetëm 9 muaj më pas në nivelin lokal arriti të fitonte vetëm 4 komuna dhe kishte një përmbysje paradigmatike do ta quaja në brenda një periudhe shumë të shkurtër kohore, brenda një viti. Dhe kështu unë besoj që do të jetë edhe mësimi i partive politike i marrë nga këto zgjedhje.
Po, nëse bazohemi në këtë rezultate, duke pas parasysh që LDK-ja dhe Lëvizja vetë vendose janë dy partitë me më së shumti komuna, kanë nga 7 komuna. Mund të konsiderojmë që edhe në nivelin qendror gara mund të jetë mes këtyre dy partive nëse vetëm hymë prapë në zgjedhje të jashtëzakonshme. E konsideroj që me gjithatë nivelli lokal edhe ai qendror dallojnë, sepse në nivelin lokal qytetarët janë të prirur të zgjedhin ata kandidatë që i konsiderojnë si më menaxher të mirë dhe më adapt për të udhëhequr me komunën. Ndërsa nivelli qendror me gjithatë po na tregon këtë distancën e madhe me së parë. Por që realisht partitë politike gjithmonë i barazojnë elektoratin, qoftë ati të nivelit qendror me atë të nivelit lokal. Po, e kam parë një tendencë të tillë, por nuk e di sa qëndron, sepse megjithatë këto fituret në nivelin lokal po ka tendencë të sigurohen edhe prej bashkëpunimeve të shumta politike. Për shembull, ne i tham për Prishtinën që pavarësisht që tendencës për të mos e klipsuar fitoren e zotit Rama, se megjithatë ai do të jetë kryetari i komunës Prishtinës pas një diskutim për mandatin e ardhshëm, një fitore domethënse kryeqyteti është ai për cilin janë beti të gjithë, por e konsideroj që edhe një fitore me 6 subjekte politike është goxha e vështirë për të menaxhuar, sepse pritshmëritë janë jashtëzakonisht të mëdha nga secili tabor politik për të ndarë pushtet. E konsideroj që pastaj kjo mund sjellë edhe pak kënaqësi të gjitha grupet që kanë bashkëpunuar dhe në nivelin qendror kjo nuk e përcjell mesazhin e njëjtë, nuk është fuqi e njëjtë politike, sepse në nivelin qendror PDK-ja votat e veta i kthen tek PDK-ja, AK-ja gjithashtu i kthen tek AK-ja. Prandaj këtu krijohet kjo distanca mes lëvizjes vetëvendosje dhe subjekteve tjera politike, sepse lëvizja vetëvendosje megjithatë i merr këto 40% që i ka në Prishtinë, nuk i shkojnë diku tjetër. Prandaj siguron këtë distancën mes të parit edhe të dytit, por megjithatë ju mbetet punojnë, sepse në politikë gjithçka është e mundur dhe potencialisht mund të jetë gara mes të LDK-s dhe lëvizjes vetëvendosje në të ardhmen, por megjithatë nuk duhet harruar fuqia e domethënëse PDK-s në terren, sepse gara bëhet në mes të 3 subjekteve të mëdha politike dhe fatkeqësisht për kohën e shkurtër unë konsideroj që më të rrezikuarat prapë në këtë betejën e radhës për zgjedhjet qendrore janë AK dhe nisma si subjekte pak më të vogla. Zonja Hajdari, zotëri Imer, faleminderit shumë që ishte në këtë emision. Faleminderit, kënaqësi si gjithherë. Shkëputemi për pak minuta marketing dhe kthehemi në pjesën e dytë të emisionit.